Shëtitoria e Sarandës vijon të jetë një nga zonat më të frekuentuara gjatë kësaj periudhe, duke tërhequr çdo ditë një numër të madh vizitorësh të huaj. Turistë nga vende të ndryshme të Europës dhe më gjerë zgjedhin të kalojnë kohën e tyre përgjatë Bregdetit duke shijuar pamjet, atmosferën dhe ofertën turistike të qytetit. Është hera e parë që vij këtu. Qyteti është i mrekullueshëm, moti është shumë i këndshëm dhe atmosfera është fantastike. Ka plazhe të bukura, ujë të pastër dhe shumë aktivitete për të bërë. Është hera ime e parë në Sarandë, por besoj se nuk do të jetë e fundit. Ne kemi ardhur nga Londra, mbritëm mbrëmje dhe bëm një shëtitje të bukur përgjatë Bregdetit. Kaluam një mbrëmje të këndshme dhe sot do të shkojmë në plazh. Deri tani më pëlqen shumë ky vend. Gjatë gjithë ditës shëtitoria mbushet me vizitorë që shëtisin, pushojnë në lokale buzdetit dhe njihen nga afër me jetën e qytetit. Sipas turistëve, Saranda ofron një kombinim të bukur mes natyrës, klimës së ngrohtë dhe mikpritjes, duke e bërë atë një destinacion të preferuar për pushime. Unë kam ardhur këtu dje, kam bërë një udhëtim 4 ditor nëpër Shqipëri. E nisa udhëtimin tim në Shkodër, më pas në Tiranë, në Kalan e Gjirokastrës dhe më pas në Sarandë për të shijuar Bregdetin. Do t'u them bashkombas vetëmi francez se ky është një vend shumë i bukur. Megjithatë, një pjesë e imja do donte të mbante një sekret të ruajtur mirë. E di që turizmi është i rëndësishëm, por mendoj se është më mirë kur nuk është shumë i mbushur me njerëz. Ndërsa sezoni veror po hyn në kulmin e tij, shëtitoria e Sarandës vazhdon të jetë një nga pikat më të frekuentuara nga turistët e huaj. Prania e tyre jo vetëm që i jep gjallëri qytetit, por konfirmon edhe një herë Sarandën si një destinacion të preferuar turistik, ku bukuritë natyrore dhe atmosfera e veçantë tërheqin vizitorë nga mbar bota.